LSDM akuzon pushtetin për dështim institucional dhe kërkoi përgjegjësi për krizën me ujin e ndotur në Gostivar. Zëdhënësja Bogdan Kakuzeska tha se informacionet janë fshehur dhe se zyrtarët përgjegjës duhet të mbajnë përgjegjësi politike dhe penale. Nga opozita thonë se ministri i Shëndetësisë Klekovski njoftoi se deri në fund të javës uji pritet të jetë i sigurt për t'u pirë, mirë po pyesin se kush do të nënshkruaj që uji është i pishëm. Здравието на граѓаните го загрозија, а тоа е најважното нешто. Не можете да отруете цел град, загадување на вода да има и во 7 други населени места, на 2 реки, а никој од власта да не одговара. Целата власт, сите институции и сите механизми се во рацете на ВМРО-КГ и на Мицкоски. Nga ana tjetër, Nikola Micevski nga partia në pushtet akuzoi se gjatë periudhës kur LSD ishte në pushtet dhe Venko Filip që ministër i shëndetësisë, rreth 400 analiza të ujit kanë treguar se disa qytetarët pinin ujë të pasigurt. Ниту еден од овие, но и многу други случаи, јавноста не е информирана, болниците биле полнети, на граѓаните очигледно им било лошо, но никој не знаел од што, а власта тоа вешто го криела. За ова е известено МВР и институциите ќе постапат и ќе ги достават документите до јавното обвинителство. Nga partia në pushtet i bëjnë thirrje prokurorisë që menjëherë të veprojë për këtë rast dhe të ketë përgjegjësi.